me pas marrëveshje, që nuk ka proces serios politik, që është veç një lojë politike. Natyrisht përgjegjësia, unë nuk shoh faj, është politika, vendimarrës kanë përgjegjësi. Edhe na po e shohim që lideri vetëvendosjes se ka problem me ndru për 48 orë qëndrimet e asaj që ka thonë pri fillimit që s'kan kandidat për prezident, që s'dojnë me pas kandidat me libres partije, në fund prishet e gjithë procesi sepse ai insiston në kandidat me libres partije. E kjo nuk ka të bëjmë, këtu s'ka të bëjmë me konsenzus, njëjtë që po javën e kaluar. Kush ka insistuar, zoti Dedam, për kandidat për që të kenë libres partije? Është Kurti ti po thu që ka insistuar? Po, ashtu po, është ashtu. Po, ai që pozicionin e Albulenës në negocim. Po. Edhe qeverinë e gjona tjera. Po, nëzori, po. Nuk kemi pas proces. Për qeveri, për president. Po, për qeveri o për kryetar të kuvendit. Po, me që subjektet tjera politike shembull LDK ka kërkuar Abdigjiku, thoshte, ose marrëveshje klasike politike që i bie një lloj bashkëqeverisje, ai ja ofroi mundësinë zëvendësit të tij, tha zëvendësi im, zoti Abdigjiku. Kjo është personalizimi si kryeminist. Kryeministri i Republikës Kosovës. Natyra e pushtetit e shihet edhe për fjalorit tyne. Nuk ekziston zëvendës i imi. Zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës. Është dallim shumë i madh mes asaj që ka del. Për njerëz që marrin seriozisht politikën. Pse po thu kjo është jo serioze si përqasje. Është hajgare dhe është qasje. Pa kryeministri zëvendësi im. Ja, s'ka. Nuk ka në botë njeri që ashtu shprehet për qeverit vetë, institucionet veta, që asi lloj personalizimi. Kjo tregon, kjo është tjetër gjë. Natyra e këtij pushteti, që është i personalizuar edhe nuk ka respektim institucional, nuk ka respektim pozitave shtetënore, krejt është ka devalvim të seriozitetit institucional. Po okej, adin njerëz po e shohin krejt. U eliminu Vjosa, Osmani, në kohë ku nuk e dija ka që përshtatshme për situatën cilën është shteti jonë, cilën është bota. E dyta u bo hajgare me një proces